Mirë, kthehemi përsëri bashkë në pjesën e dytë, kemi lënë Merionin tek e niset të shprehshim mendim për jugun. Okej, po do prek vetëm diçka se më nxiti ky materiali për të pjesën e patriotizm, nacionalizmi që ne shpesh ngatrojmë, kemi ato për plazet tona dhe nuk e di pse vendet afër nesh i trëmbën kësaj pjesës, meqenëse u bën këto mbledhjet e dy qeverive të marrëveshje, nuk e di pse i trëmbën kësaj pjesës bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, kur të gjithë kemi një objektiv të përbashkët për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe atje do jemi të gjithë të bashkuar. Këtë pjesë nuk e kuptoj. Pastaj për të kaluar tek pjesa e jugut, ne kemi një Bregdet vërtet shumë të bukur, shpeshherë e kemi të dëgjuar më shumë se sa le të themi edhe të përjetuar, se kur shkon atje e di vetë se si fillon shan që nga i pari tek i fundi, sepse rruga nuk është që të çon deri atje ku do të shkosh, e shumë gjëra të tjera, infrastruktura e hoteliere, shërbimi është skandaloz, katastrofë. Dhe themi kemi Bregdetin prapë më të bukur dhe gjë e themi me një lloj patriotizmi, po të shkosh tek Bregdeti grek është shumë herë më i bukur se joni. Po të shkosh pastaj në ca vende të tjera që janë ato Tajlande, ku di gjon se çfarë, ka akoma shumë gjëra më të bukura se Bregdeti jon. Ne pavarësisht se kemi edhe këtë gjë që është deri diku e bukur dhe mund të bëjmë, mund ta shfrytëzojmë maksimum dhe ne këtë nuk e shfrytëzojmë. Kjo tregon që prapë ne jemi patriotizëm vetëm për të marrë atë lekun dhe e përdorim që turistët e Kosovës të vinë tek ne dhe mos shkojnë më andej, po ata po e kuptojnë tashmë dhe sapo vjen dhe po ulet dhe numri i tyre për të ardhur këtu. Profesor, unë kam qenë një të ato njerëz që thoya paratë mia të paktën të atyre 15 ditëve në vit, se për aq punon njeriu 350 ditë të tjera, do mbeten në Shqipëri për vite dhe vite me radhë. Për shumë arsye, sepse pse të shkojmë aty kur duhet i marrin këta tanët, por pas kaq vitesh, kur ti kupton që del kurrizi duke bërë punë vetë ndërsa shkon me pushime, vendos që ato 15 ditët e vetme në vit, ti bësh në një nga këto vendet, sipas mundësisë dhe portofolit, ti bësh diku kudo, po vetëm këtu jo, që të mos gatuash vetë, që të mos të hash çarçafët vetë, mos të hash peshqirët vetë, etj si këto. Tani, çfarë ndodh? Është zbehur patriotizmi, unë tentova, po nuk jam më e kënaqur që 15 ditët e mia të vetme ti vuaj kështu. Njerëzit kanë ndryshuar mendjen. Për shembull, unë them kur dua të bëj plazh, pra pushime plazhi, ikin ju këtë Shqipërisë them, se s'kam pse të harxoj më tepër lek për të shkuar në Greqi. Kurse ikin në Greqi, shumë lek në jug. Kurse ikin në Greqi, kur ikin me makinë dhe shkoj nga një vend te tjetri që të bëj në thonjza një turizëm edhe plazhi, të bëj 2 orë plazh, por një turizëm kulturor që të shoh. Pra të shoh sa më shumë. Unë kështu e konceptoj personalisht. Ka të tjerë, për shembull, nuk e kuptoj sinqerisht që pse duhet iki në Turqi të bëj një javë plazh në Turqi, në një hotel luksi, kur fare mirë mund të bëj në Turqi një shëtitje në të gjithë Bregdetin turk, nga një hotel të tjetri dhe të shoh gjithë Turqinë. Po konceptimi i njerëzve për këto gjëra është i ndryshëm nga ky që kam unë. Por unë kur them që të rinë në Shqipëri, nuk është se e bëj për patriotizëm. Unë e bëj sepse mendoj që po të shkoj të bëj plazh në Sarand, mua më pëlqen. Dhe është më shtrenjtë, nuk e di, unë kam një hotel të mirë dhe të lirë në Sarand, ku me më pak shpenzime. Përse të pëlqen Saranda kur do rish në trafik për të shkuar atje ku diun se sa orë? Përse të pëlqen Saranda kur të dalësh në një mbrëmje nuk do gjesh vend ku të parkosh makinën një që ti e ke tëndet. Të vesh në Sarandë nuk e di, do të vija i kamareri të thotë, "Ore po haje se mirë është jo." Po e zbura pak si nga Vlora, po në Sarandë njëta përgjigje është. Mirë, dëgjoj, nuk të pëlqen të kjo duhet pranuar. Pavarësisht nga kjo që themi, çmimet në Shqipëri janë më të lira se sa çmimet në botë. Qofse ti me 300 euro kalo 10 ditë në Greqi, në Shqipëri nuk e shanse ti kalosh me 300 euro. Se 300 euro të bën vetëm shtëpia ta paguash. Nuk besoj se në Greqi kalon, tash nuk e di ku shkoni ju, po unë kam nga përvoja ime marrëton që po nuk është ky diskutimi këtu. Po, Ir Korfuzi, Halkidiki, janë ca mund pas më shihni fond duket. Po mirë, është dhe kosto rruge, pastaj etj, janë shumë faktorë që ndikojnë, se kostën të arrit dhe rruga, që shkon, kostën të arrit hoteli që shkon. Nuk mendoj që Greqia është më e lirë se Shqipëria, kjo nuk është e vërtetë, Shqipëria është më e lirë. Unë kam idetë mia, them për plazh, është mirë ta bësh në Shqipëri, jo në mbi Vlorë, se mbi Vlorë nuk bëhet plazh, por nga Vlora e poshtë, sipas me. Tani ta hashi kurse 15 euro në Shqipëri ashtu nga Italia, mund t'ikësh të bësh xhiro në përbot, mua më pëlqen t'i ke me makinë, për shembull ti bie si Shilis rreth e rrotull, dhe ndaloj 2 orë në një vend bëj dhe plazh, pastaj shkoj në një qytet tjetër e shoh, pra të bësh një turizëm kulturor për të parë më tepër, për të zgjeruar horizontin tënd, dhe jo për të ndetur në Shqipëri për patriotizëm. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë gjëra që duhet bëj për turizmin, nuk është vetëm shërbimi, në Shqipëri, nëse flasim për patriotizëm, duhet nxitur
ato gjëra që janë karakteristike të Shqipërisë, në Shqipëri shkon në Krujë nuk shikon një artizanat vendas, që tjetrit vidhet shohë nga qef që prodhohet nga Kina sa duash. Nga Kina i sjellin që ka kopjuar kinezët Skënderbeun, Po pra, kjo është skandaloze, pra të shkosh në Krujë, në pazarin e Krujës për të marrë mallra kineze është skandaloze. Pra, do të shkosh në Berat, do të shohësh një gjë karakteristike të Beratit. Ky është fqinj me Krujën. Duhet të shkosh në Berat, duhet të shkosh jo vetëm të shohësh ndërtesat, por të shikosh çfarë bëjnë beratësit vet, çfarë krijojnë me duart e tyre, një karakteristike që të shkoj unë ta shoh nga Tirana, po të vi dhe një ta shohim nga Italia. Ashtu sikur se ndodh kur shkon në Itali, që ti kur shkon në Itali, shikon në një fshat mbase të humbur, një gjë karakteristike që përdoret në fshat, qoftë edhe një punisht e verë. Po. Pra, ti shkon në Itali dhe të fusin një punisht e verë. Pra, ajo është një gjë karakteristike e vendit dhe ky është patriotizmi, të shikosh atë që bëjnë vendasit. Po ne në Shqipëri shohim asnjë ne kemi një identitet, se nuk është, pra jemi pra pjesa subjektive, ku kemi qenë ne dhe ku kanë qenë pjesa tjetër, domethënë. Se në Krujë sigurisht që ka artizan shumë të mirë, janë shkëlqyer. Ka dhe produkte vendase dhe nuk janë vetëm produkte kineze, mos t'i përgjithësojmë domethënë të gjitha. Po ka dhe ashtu dhe kështu, është e vërtetë. Nuk është e drejtë. Po kjo gjë nuk ndodh vetëm në Venecia dhe ka dhe Qelç Murano, të cilën ti e shikon ta prodhoi ai burri me dorë, del në dyqanin ngjitur, shikon kinezërira dhe atje, kështu që. Sigurisht kinezërira ka kudo, kanë ekzistuar me kohë dhe do ekzistojnë sërish, por në Krujë ke artizan shumë të zotë, domethënë, shumë njerëz cilët janë të përkushtuar ndaj atij profesioni, jo në për qilimat, jo për qeleshe dhe tjerë qeleshe nuk kam dëgjuar që merren nga Kina, domethënë. Nuk i diet ajo po. Gjithsesi, për sa i përket kësaj pjese, pjesës. Mos e shtin mend. Po nuk ndodh pra. Ka një identitet krutan dhe identitet shqiptar në Krujë, që mos ta abuzojmë domethënë me këtë pjesë. Për sa i përket pjesës tjetër që u përmend këtu më herët për çështjen e patriotizmit, pra më shpesh shqiptar të Kosovës, sepse unë nuk i quaj kosovar, po shqiptarët e Kosovës kanë implementuar këtu në Shqipëri turizmin patriotik. Ka qelluar deri para pak kohësh sa Kosova mos çlirohej pra 1999 dhe më parë që shqiptarët e Kosovës bënin pushime në Ulqin përgjithsisht, por kur Shqipëria ishte një realitet i prekshëm për ta, ata zbarkuan erdhën gjithë në Durrës. Kjo është e komentueshme, do shkojmë prapë tek qyteti jot, domethënë i lindjes ku ju thoni na pushtuan kosovarët, etj. Kjo është pjesë e cila ha një diskutim tjetër, por që shqiptarët e Kosovës kanë qenë domethënë shumë kanë implementuar atë që quhet turizmi patriotik, ndërsa pjesa jonë ne më shumë tani po priremi që të shikojmë disa bukurinë ndoshta për shkuar edhe në Antalya tek ato hotelet që ti rrin një javë dhe bën plazhin vetëm tek pishina, se nuk ke kohë për të shkuar tek deti, por kjo pjesë pastaj është e diskutueshme dhe me shije domethënë. Por dhe për të prekur diçka të fundit, një fjali vetme, atë që Erioni e preku me drejt, e përshëndes shumë simbolikën, e cila mbetet deri diku simbolik e mbledhjes së dy qeverive, qeverisë shqiptare dhe qeverisë shqiptare të Kosovës, dhe shpresoj shumë që aty të ketë realitetet të prekshme, pra të ketë disa marrëveshje të cilat ndikojnë në jetën e shqiptarëve të Kosovës dhe të shqiptarëve. Si ndikojnë? Pikërisht pra këtë pres. Pra ajo tavolinë megalomane, tavolina e cila ishte shumë e bukur në formë apo në show, shpresoj që mos mbetet në kuadrin e showt, po të jetë më shumë në kuadrin e përmbajtjes. Askush nuk e mori vesh se cilat ishin marrëveshjet, çfarë do ndodh tani, a patatja Kuksi do shkojë më me pak lek në Kosovë, a do t'i ndodh më embargo çimentos shqiptare kur shkon në Kosovë, a do marr Kosova çimento greke dhe mos pranojnë çimento shqiptare? Janë raste që kanë ndodhur këtu në Shqipëri. Prandaj mos mbetemi në kuadrin e një tavoline dhe fotos Facebookut, po të mbetemi sigurisht në patriotizmin e implementuar. Jo, do të shtoj vetëm një pyetje, nuk e di Besi, ndoshta mund të më japë një përgjigje lidhje me këtë, duke qenë se shumë vende kanë një identitet të caktuar që ti do shkosh në këtë vend për këtë arsye. Ne shqiptarët kemi një gjë për çfarë duhet vish në Shqipëri? Do të mund të shesim dot në vetëm një fjalë se ai zotnia e mbron shumë Shqipërinë, pa ai përdori për shkak për bëri batut. Gjëja e parë që do të bëjmë është të ruajmë gjuhën shqipe. Përdori fjalën implementim që nuk është shqip, përdorin fjalën show që nuk është shqip. Pra që këtu, sidomos gazetarët, ju gazetarët, po dhe politikanët, pra gazetarët janë lokatarët më të mëdha gjuhës shqipe, që i qeni si patriot, ju e keni shkatruar gjuhën shqipe, nuk ka ekziston më gjuha shqipja. Si thon implementim në shqip? Zbatim.
Fare kollaj. Show, shfaqje. Show në Shqip. Show është një term kaq ndërkombëtar sa. Ju sapo përdoret vetë një fjalë tillë, domethënë kollaj. Kollaj, turqisht. Mos kapemi me këto, me fjalë. Fjalën tonë bukur lesë. Zotri patriot, nuk diskutohet fjala kollaj. Gjuhën shqipe. Mos kapemi me maja. Pa edhe unë e përdorë, se unë këtu jetë. Pikërisht pra, se nuk është ky diskutim. Jo, diskutim është ky. Po ky është problem. Diskutimi ju për fjalën kollaj? Atëherë nëse po flasim për globalizëm, nuk ka më patriotizëm. Është problem globalizmi. Jo, globalizmi s'ka patriotizëm. Po ju bët një vrejtje dhe rat brenda me atë që tha domethënë. Kjo është për të kapur njëri tjetrin, po them. Jo, më ju e kapët. Ka kuptimin simbolik për me ju personalisht. Simbolike kisha edhe unë. Duhet që gjë e parë është që të ruajmë gjuhën shqipe. Pyetja ishte shumë e drejtë, që për çfarë jemi profilizuar ne. Po, pse duhet të vimen, pse duhet të vihet në Shqipëri? Unë kam bërë një herë një trip, një udhim me Thuaj trip. Trip, unë stash ndonjëherë Nuk është patriot, është globalist. Jo, tha që jam patriot. Jo, jam patriot. Patriotizmi tha nuk bën dëm. Unë nuk jam, kështu që më lër ta them trip. Në Amerikë me makinë edhe i kam rënë gjëre gjatë. Çdo shtet ka një karakteristikë, thotë filan shtet, shteti i luleve, dhe ka atë fokus. Ti do vish këtu sepse këtu do të gjesh gjitha llojet e luleve. Njëri shtet i diellit, nga që ka diell edhe është fokusuar te turizmi këtu. Edhe këto vende të rreth rrotull nesh, po ti shohësh për shembull Greqia, fokusin e ka te turizmi, sepse nga që ka shumë ishuj, edhe është përqendruar aty, ka investuar gjithë kapacitetin. Ka edhe kulturën e lashtë. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Kroacia. Përveç këtyre kanë edhe disa fokuse të tjera. Dhe me drejt pyetja që po ne ç'a jemi ne? Ku jemi ne të zhvilluar? Ne jemi pasardhës të ilirëve. Ku jemi ne të fokusuar? Ne përveç se jemi pasardhës të pellazëve, më shumë se të ilirëve, ne nuk kemi fokusuar dhe nuk kemi arritur dot që të zhvillojmë një politikë të tillë e cila këtë vend ta specializojë, ta fokusojë në 2-3 vende, në 2-3 aspekte. Do të thënë ne themi që jemi një vend turistik. Por po të shohësh çfarë turizmi ofrojmë. Ne ofrojmë turizëm qesharak. Totalisht qesharak. Në Vlorë nuk ka shtretër, mjaftueshëm. Dhe çdo sezon problemi kryesor është nuk ka shtretër. Edhe kur gjen shtratin, nuk gjen ujin. Edhe kur gjen ujin, zgjohesh në mëngjes me një matrapik që të godet gjithmonë ku gjendet, kudo që të vesh. Në çdo hotel të Shqipërisë unë sfidoj të tërë, po ka njeri që zgjohet normalisht. Unë nuk e di, mund t'i dhuroj direkt një birë, se më shumë si dhuroj dot. Ta se ka paketën e artë turistike për t'i Dhe ti zgjohesh në mëngjes të godet o matrapiku, o ke zhurmë qënsh aty poshtë, o ka njerëz që bërtasin, ulërasin, dhe zotria që parë po thoshe që pse të vën jashtë, po për këtë vën jashtë, se ti kur vendos që të pushosh, ti do të pushosh. Dhe gjë e parë që do të pushosh, në radhë parë, se kuptoj pse vjen këta në rezorte në Turqi. Po unë jam një nga ata që vete ndonjëherë në ato rezorte të Turqi, më duket shumë budallike gjithë gjëja, por qetësinë që unë fitoj në atë javë aty, që jam dembel, hasi duçja dhe nuk bëj asgjë, por ama në mëngjes nuk më zgjon asgjë, është qetësi. Nuk bërtet njeri, nuk vjen njeri të më thotë, çfarë? Do ha blesh këtë? Do ha shkon në plazh atje, nuk ka çadra, erdhe vonë. Stres, ankth, ulërima, të bërtitura, plur, nga të gjitha anët. Dhe ky është problemi jonë. Të them një pasazh tash që t'ja vë kapakun kësaj, se më kujtua një histori shumë e bukur. Para 3 vitesh, ca miqtë e mi do vinë nga Franca, dhe më thanë që kemi qef, do kalojmë, do rim 3 ditë. Unë do të sham në Vlorë. Më thanë, mund na prenotosh, në Vlorë, mund na prenotosh një hotel në Vlorë, do rim 3 ditë. Dhe unë shkoj në një hotel që e vlerësoja, edhe i them s'pa them emrin tash që mos i prish mua. Edhe i them atij që sa kushton dhoma? Kjo dhoma 60 euro. Dhoma 60 euro, shumë mirë, tash do vinë këta persona, i lashë një ka parë 100 euro. I thash mbajte këto edhe domat janë tash. Shkojmë vinë ata miqtë e mi, pas në një javë, i çoj te hoteli, ke parasysh dhomat që i kisha edhe para paguar 100 euro. Edhe më thotë, sa mirë që erdhe, më tha mua merr këto 100 eurot. Thash, pse? Po erdhi njëri dhe shikoj me çfarë qetësie më tha që unë ngela ushanga. Erdhi njëri tha dhe më mori për 80 euro. Tha edhe ja dhash. Kërkoj që ti zbor, në asnjë moment askush nuk bëri pazar. Sa janë dhomat janë kaq, po ti paguaj. Si edhe për 80 euro tash. Po unë aty pronto, ku ti çoj unë këta tani?
Po miro përse ti të ishës dhe jepi ata? Edhe justifikimin. Historisë Kjo është mbështetja të që thash unë, kjo vjen nga 2-3 vjetë. Kjo Kjo vjen është kultura jonë, nga e kaluara jonë, kështu jemi formuar. Pra, nuk është se është sot kjo. Kozeta, ka dhe i Po problem çfarë si ka sot apo është mot? Kështu është E realiteti. shikojmë më shumë pjesën patriotike, kemi qenë dëshmitar unë dhe Besi tek pjesa e fatkeqësisë natyrore që ndodhi me jugun e Shqipërisë për zonat e përmbytura. Pra, shqiptarët janë një ndër, domethënë, kombet e pakta, ka rastisur dhe fatkeqësi tjera nëpër vende tjera, për shembull edhe në Maqedoni ose në Malnezi, por shqiptarët janë shumë solidarë. Kanë mbledhur ndihma nga qytete nga më të ndryshmet, njerëz cilët kanë dhuruar domethënë diçka nga vetja e tyre, qoftë rroba që nuk i vishnin më ose ushqime ose një vakt të tjerë dhe shqiptarët e Kosovës dhe kanë ndihmuar. Pra, ta shikojmë në një aspekt më të gjerë këtë patriotizmin e shqiptarëve domethënë këtë pikë. Pra, shqiptarët janë solidarë kur bëhet fjalë bëjmë për njëri tjetrin në rastet e katastrofave, pra kur ti ke mundësi ti ndihmosh vetëm për një herë, pra në rast të emergjencash, urgjencash. Po na pëlqen kjo turma ne, na pëlqen turma se po u bën në mas që do japin të gjithë, hajde po jap dhe unë, po ti jesh në një moment vetëm duket çik vështirë se si duket kjo pjesa. Po të shtiu turma të kapi rryma. Po nuk është se jemi solidarë si natyra, po thjesht të nxitemi nga njëri tjetri. Nga njëri tjetri nxitemi. Na kap rryma. Nuk është gjë e keqe. Këta rëndësi ka rezultatin final. Mendoj që është një kulturë njerëzore, në gjithë botën njerëzit në rast fatkeqësisht bëhen solidarë, vetëm në Shqipëri. Është një kulturë njerëzore, është një prirje njerëzore për të ndihmuar atë që është në fatkeqësi. Jo, këtu bëhet fjalë që është më shumë sepse mungon pjesa e shtetit pra. Shteti është pak deficitar për të mbuluar gjithë këtë pjesën e përmbytjeve, absolutisht, dhe njerëzit detyrohen domethënë duke mbledhur ndihma për të mbyllur pak këtë pjesë. Prandaj ne kemi këtë pjesë duke mbledhur ndihma dhe po çojmë ndihmat. Ama të vemi vetë ne si persona fizik, shkojmë atje për të ndihmuar në ato ujë, në ato gjë për të pastruar, për të rregulluar shtëpinë, ta them unë që nuk e marr përshtypje. Dorsta në botë shkojnë më shumë. Në Gjenova kemi qenë domethënë edhe në Morave, edhe në Darzez, në disa fshatra ku janë përmbytur. Ne Besi e preku pak në fillim, jo po si trajtohemi etj, janë ata që tregojnë nacionalizmat e tyre, duke përdorur po themi një formë racizmi ndaj nesh, por e tha një çik Besi në fillim. Po, edhe ne me të ndryshmit tan gjeografikisht kemi probleme. Erdhi ky maloku zbriti nga mali. Është vërtet. U bë ky katunari me biznes. Po kjo ka merita se është gruaja e këtij. Ku diun, pra ne kemi ne ankohemi pse na thon, pse iqi kpucët, pavarësisht se nuk po bën pip se dua unë, se ti je shqiptare dhe iqi se dua unë. Dhe ndërkohë harrojmë që komshiut i themi, e tuar tërë jetën kull dhe erdhët edhe shë plerat apo ku diun. Pra pavarësisht pse ja tërheqim vëmendjen, se plerat nuk i dhe nga kati 6 etj. Ne shoqërojmë këtë maloku dreqit. Katunari dreqit, fshatari dreqit. Kjo ndodh kudo, është për gjithë. Është vetëm këtu në Shqipëri. Jo, dakord, po. Sepse ke edhe ne shprehim racizëm brenda për brenda. Në kulturën tonë, ne për shembull përdorim termin jef. Po pra po. Pra, është në kulturën tonë që përdoret edhe në Amerikë. Këto përdoren edhe Problemi që kemi ne është kjo, që kemi humbur sensin e komunitetit. Dhe dëmi më i madh që është bërë Shqipërisë, unë besoj si rjedhoj e komunizmit dhe pastaj tranzicioni e vrau ka qenë ndjenja e komunitetit, ndjenja e përkatësisë komunitare dhe ndjenja e dashurisë për komunitetin. Ç'a ndodh? Unë e them gjithmonë, shoh shpesh mure pallatesh na brenda që lidhin dy familje si kuti shau. Njëra është e zezë, tjetra është e bardhë. Komshiu nuk flet me komshiun për të lyer murin, po secili lyen vetëm pjesën e vet. Nuk kushton asgjë atij që ta zgjasë furçën dhe këtej, por me shumë gjasa nuk flasin. Me shumë gjasa nuk flasin. Shoh dhe ka dhe foto, për shembull e kam parë Hakim Xhafka kishte një foto shumë interesante dje ku tregonte se si kishte 7-8 tubo ujë në faqen e pallatit, secila prej tyre kishte një pompë. Nga një pompë secila më vete. Ndërkohë që po të flisnin këta të 7, jam i bindur që një pompë u dilte dhe u tepronte, do kursenin parat dhe do përfitonin. Kemi ambiente poshtë pallatit, njësoj si ato plerat atje te sporti, që janë të mbushura me plera, sepse kalojnë fëmijët, për shembull, se kalon dikush dhe e hedh, aty pasi bëhet një pirë, pastaj mësohen njerëzit me idenë që këtu janë plerat, s'ka problem. Dhe vetëm kur gjejnë një ditë kalamajt që u sëmuren, sepse kanë rëmuar aty në plera, fillojnë të i thrasin kokës dhe thonë, dhe prap nuk bëhen dot bashkë një ditë të diel,
që janë të gjithë pushim, dhe të marrin dhe të pastrojnë ato plerat. Nuk bëhemi dot bashkë një ditë të diel që ta lyejmë pallatin nga jashtë që të ngjajë bukur. Dhe të themi që ku e ke shtëpinë ti, kam te ky pallati i bukur. Do të marrësh deri në bashki? Nuk bëhemi, e marrim lejen kollaj, nuk është problemi atje. Nuk bëhemi dot bashkë që të blejmë ca rrënjë pemësh, të cilat mund kushtojnë 1.000 lekë ose 2.000 lekë rrënja, dhe bashkë me fëmijët një ditë të diel, rreth e rrotull, aq vend sa na kanë lënë këta lubit rreth e rrotull pallateve, aty do parkoj makinën, do bëjmë pemë. Të mbjellim disa pemë, apo të bëjmë me materiale të ricikluara, fare lehtë ti mund cajosh një kënd lorash, apo ku diun, mund të bëjmë plot gjëra të bukura, nëse bëhemi të gjithë bashkë dhe fillojmë të shohim atë vendin ku jetojmë, e shohim me dashuri. E shohim si një vend që duhet të jetë sa më i bukur, që duhet të jetë sa më interesant, sa më i jetueshëm. Dhe çfarë fitojmë nga kjo? Po të rinë ta vrasin mendjen njerëzit, përfitojnë dhe ekonomikisht. Nëse vlera e shtëpisë është X, në momentin që ti e rregullon ambientin rreth e rrotull, bëhet X një koeficient, varet se çfarë rregullimi i bën. Kjo na ka humbur ne. Dhe që këtu fillojnë problemet. Ne kemi patur me dhunë të imponuar, por ka qenë fantastike. Dhe është një nga gjërat që shumë mirë që na e kanë bërë me dhunë dhe që një nga gjërat që ne duhet ta mbanim dhe duhet t'i rikthehemi ndjenjës së komunitetit, që do të thotë që kemi një hall të përbashkët që të gjithë kur jetojmë në një pallat ose kur jetojmë në një lagje. Dhe halli është problemi që ka lagja në tërësi. Problemi që ka lagja është problemi jon, i gjithë secilit. Po ta marrësh në aspektin më egoist është problem ekonomik, sepse na ul vlerën e shtëpive dhe na ul vlerën e pronave që zotrojmë. Po ta marrim në një aspekt më të gjerë, na përmirëson jetën që të gjithë dhe e bën jetën tonë dhe të kalamarëve tanë më të jetueshëm, na rregullon humorin, kemi performancë më të mirë. Po nuk pas kemi qenë asnjëherë me ndjenjë ndaj komunitetit. Unë nuk e di kemi qenë apo s'kemi qenë. Unë nuk dua të hyj fare të shkuarës. Unë dua të lëshoj mesazhe, këtë mesazh e jap gjithmonë. Filloni flisni si fillim, filloni të flisni me komshiun. Është shumë e rëndësishme. Marrëdhëniet mirë me komshiun, hajde të lyejmë këto muret që na bashkojnë bashkë, dhe hajde fillojmë shohim ambientin me sy tjetër. Dhe jam i bindur që ky është një akt patriotik. Të duash vendin ku jeton. Kjo është vërtet, problemi është që ne duam që të përfitojmë nga tjetri. Pra ne atë që është pronë e përbashkët, kërkojmë me fjalë që ta zhvasim. Pse mos ta bëj Besi, ta bëj unë? Ta përfitojmë. Besi do ta bëj konfliktin, ta bëj unë. Këtu fillon konflikti. Pra unë hypi në ashensor, e shoh ashensorin mbyllur në plera. Pra ai merr letrën e ut brenda ashensor. Dhe ti nuk i thua dot pse edh. Si ta bëj? Do t'i thuash pra. Po ja thua pra, po se shohë kush është. Pse ka nevojë që t'ia them unë. Pra ai konsideron, unë i them studentët mi. Po shikosh gjithë bankat sapo vun treja, janë gjitha zgaravitura. Më fali them. Po ju në shtëpinë tuaj e zgaravisni tavolinën ku punoni? Jo, pa ata atje nuk ka nevojë të kopjojnë. Jo, më jo zgaravisni për qef ato, jo për kopjuar. Për qef të shkon e zgaravisni jo. Po pse këtu duhet sa u vun treja? Pse duhet që ta zgaravisni? Ndoshta në shtëpi nuk ulen as tavolinë. Jo, e ulen ata. Po aty, pra, nuk kanë konceptin që ti me tënde bën çfarë duash, ajo që është e të gjithëve, aty s'bën dot çfarë duash, sepse e para jo është dhe jotja. Përkundër se kanë të kundërtën, kur është e imja, nuk e dëmtoj dhe kur është e gjithëve. Në shtëpinë e tyre gjithë fikin dritat. Në fakultetin tim, unë sa herë që në gjithë shkallët fik dritat, dielli shkëlqen dhe dritat e ndezura. Çfarë është ky patriotizëm? Unë e kuptoj dhe vjedhjen sinqerisht, po shpërdorimi nuk e kuptoj. Pra ne shpërdorojmë, ne shkatrojmë, pa patur nevojë që të shkatrojmë. Dhe ky është mentaliteti jonë, se nuk është se ndodh vetëm në një vend, ndodh gjithandej. Pra ato që është e të gjithëve, ato që është publike, ne kemi armik, ne nuk e duam, ne shkatrojmë. Dhe kjo është fatkeqësia jonë. Ne nuk e kuptojmë që mirëqenia nuk është të kesh para në xhep. Mirëqenia është që kur të ecin rrugë, rruga të jetë e bukur, pa plur, pa plera. Dhe kjo është mirëqenia. Nuk ka lidhje me paratë që kam në xhep. Sepse mund të kesh me miliona dollar dhe kur del nga Mercedesi që të bën $200,000, futet këmba në luc. Dhe nuk e kupton, çi do këto dollar kur këmba futet në luc. Kur futet në Mercedesi shkret në luc, $200,000. Pra, absolutisht që çështja e komunitetit bi dakord, domethënë me parafolësit, nuk kemi ndjenjën e komunitetit, po përsa i përket pjesës që ju përmendët më herët, pra pjesa e epiteteve, të cilat janë tepër të shëmtuara, malok, çam, se ke lloj epitetesh e tjerë. Kjo vjen edhe për shkak të konteksteve të caktuara në Shqipëri, po jo vetëm këtu, ka ndodhur në gjithë botën. Për shembull, ke një lloj paragjykimi ndërmjet pjesës flamane dhe pjesës wallone, në Belgjik bëhet fjalë. Në Itali, jugu dhe veriu. Jugu dhe veriu, pra, ose Katalunja, për shembull në Spanjë, e cila thotë ne jemi më të përparuar se pjesa tjetër e Spanjës, kërkojnë pavarësinë e tjerë, i quajnë fshatar,
pjesën tjetër, po domethënë është pak humoristike që është fshatar spanjoll, domethënë, më rënd vjen këtu. Brenda Pikërisht pra. Brenda kontekstit tyre, brenda pamjes që kanë kisha fjalën. Pra kjo ndodh rëndom, domethënë pjesa Malok, Cham ose të tjerë. Dakor, po vetëm se në Spanjë një qytetar spanjoll dhe një fshatar spanjoll nuk është se kanë shumë nuk kanë një shumë ndjell ato, kanë gjithë ndjell. Në mënyrën se si jetojnë, kurse në Shqipëri, një fshatar në Shqipëri që i dërmohet kocka, kurrizi, shpirti për të mbijetuar. Se nuk i dërmohet ai shumë, domethënë, se nuk është më koha kooperativave etj. Këto fshatarët që thoni juve lakmohen tani nga pjesa e qytetarisë sepse kanë marrë bence, kanë marrë shtëpia etj. Pra, kjo pjesë është e kaluar, po e kisha më shumë sensin që kjo nuk është një histori tipike shqiptare, pra, kjo pjesa Malok, epiteteve etj. E racizmit të brendshëm. Por çështja e komunitetit absolutisht bie dakord që ne e kemi një pjesë, domethënë, më të ulët, çështën e nuk kemi shumë komunitar, pra nuk jemi me network etj. Kjo pastaj bie, domethënë, që nisesh nga lagja për të bërë edhe një protestë më vonë, për të dalë dhe në protestë, kur ti nuk flet me komshiun, nuk mund t'i bësh dot thirrje komshiut që dalësh për kauzën tënde ose një kauzë më të madhe etj. Këtu s'flasin dhe me gruan, domethënë, por kjo është çështje tjetër. Ka pak publicitet dhe kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit sapo na shijon kjo biseda për patriotizmin, se gjithmonë ne kemi vënë shenjën e barazimit midis flamurit dhe patriotizmit, por patriotizmi kalon përtej simbolikës, ha? Kthehemi pas pak.